prokuror guximtar, sollën në parlament dosjen e Lubi Ballukut, në të cilin 60% ishte lidhje Edi Rams, ku sipas tij pretenca do ishte për 36 vite burg. Burg 36 vite. Dhe ajo sot bën parada. Ajo sot drejton partinë e krimit. Shpërndan medalje kockave mafioze të partisë krimit. Pra, nuk ka legjitimitet asnjë ditë. Dhe ajo kërkesë e qytetarëve për largimin e tij është kërkesa më legjitime. Ndaj dhe çdo demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështesë me të gjitha mënyrat atë protestë. Duhet ta mbështesë kësaj here pas simbolet e partisë. Le t'jenë rrëfim, sepse është protestë qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protestë. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjerë sot. Kështu është ajo. Asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk duhet që gjethet na pengojnë me pa madhështinë e trungut. Denoj me forcën më të madhe etiketimet që u bën Edi Rama protestuesve, duke të shfrytzuar dhe keq interpretuar thirrjet e tyre. Ti quhesh nazist ata, apo pasues të Hitlerit, si pasues të Hitlerit, sepse thonë Shqipëria, rikujtoj një slogan të Mithat Frashit, Shqipëria shqiptarve, është një armiqësi e egër, pa imagjinueshme. Mithat Frashi ishte një burr mendjendritur, një adhetar, por cili do që njeh Mithat Frashin dhe përpjekjet e tij për këtë vend, ai nuk ka patur atë si motiv ksenofobie, as dhe paralelizëm me thirrjen e Hitlerit për gjermanët që ky vend është vetëm i juaj. Jo, ai e pa se Shqipëria po shtrojnë koloni të Serbisë, e pa se Partinë Komuniste në Shqipëri e themeloi Beogradi. Kjo ishte esenca e asaj parulli që përdori për partinë e tij. Ai ishte një luftar kundër nazizmit. Ndaj dhe këto janë tek Edi Rama zgjohen ata vizmat e etërve të tij për armikun e brendshëm dhe flet gjëra të cilat janë një të dënueshme. Kështu që u ndala në këtë, asnjëherë gjethet nuk duhet të pengojnë njeriu të shoh trungun. Trungu i kësaj lëvizje madhështore është rinor qytetar. Disa slogane të opozitës, vegël e qeverisë janë klithma mjerane. Klithma mjerane. As i shumëzoni me zero. I shumëzoni me zero.
më kujtojnë fjalën e Denis Rousseau, më fani, të filozofit iluminist francez, Diderot, që thot diku, i shemblën mizës që ka hyrë diku të këbulli dhe mendon se tërheq karrocën. Aty bulli është populli, janë qytetarë, janë të rritë shqiptarë, janë ata të cilët kanë kërkesat më të drejta që i ka paraqit kushto një herë, më thonë, largimin e Edi Ramës. Edi Rama është një armik i egër, është një barbar i mjedisit në Shqipëri dhe i trashëgimisë kulturore. Nuk ka patur Shqipëria një të tillë. Kur? Është një shkatrimtar i trashëgimisë kulturore dhe i mjedisit. Nuk ekziston në histori, nuk regjistrohet ku në histori një i tillë, i dytë.